Kemi transmetim të drejt për të ndalur dhe fokusuar tek zhvillimet politike në vend. Aktualiteti do të jenë fokus i intervistës me deputetin demokrat Lëviz Balliu. Zoti Balliu, përshëndetje. Përshëndetje. E nisim pak me situatën politike. Në fakt, ditën e sot me Këshilli i Imuniteteve, pjesa e Partisë Demokratike ka prezantuar të gjitha pikat e saj dhe për vendimin për heqjen e imunitetit të Ballukut, por ndalemi pak tek protesta. Protesta, përplasja. Një ditë më pas erdhi shkarkimi i Ilir Prodës. Tashmë keni famozin Sokol Bishga përballë të paktën deri sa të vihet tjetri, ose do të qëndrojë ky, gjithë të ndryshime. Kjo është një përgjigje e mirë për gjithë ata që nuk u morën përsipër ruajtja në fakt e vilës diktatorët. Kjo ishte gjithë problemi më i madh. Ja, ato janë justifikimet e tyre. Proda u largua si rrjedhoi të akuzave, fakteve dhe provave të nxjerra nga Partia Demokratike, por mbi të gjitha nga qendresa e qytetarëve shqiptar dhe përballja e tyre me narkoshtetin. Duhet të jemi të qartë që vetëm 6 muaj më parë është ndërtuar kabineti dhe drejtori i policisë, vetëm 6 muaj më parë, dhe nëse unë do të isha këtu në këtë studio apo në cilën do studio dhe do të deklaroja që pas 6 muajsh gjysma e këtij pushteti do të shkarkohet dhe do të largohet, nuk mendoj që ndonjë qytetar në gjithë Shqipërinë do të më besonte. Dhe ja ku jemi sot, sepse sot, ndryshe nga para 6 muajsh, ka një shpresë që vjen si rrjedhoj e qendresës së qytetarëve dhe ka një shpresë sot për ndryshim dhe ka një vendim të Shqipërisë dhe të shqiptarëve për ta ndryshuar këtë situatë. Pa diskutim që fakti që qytetarët janë përballur sikur ndonjëherë, pavarësisht dhunës ekstreme të policisë, pavarësisht gazit lotësiellës, edhe në shtëpiat e qytetarëve, edhe brenda selisë Partisë Demokratike, pavarësisht shkopimeve të gomës, pavarësisht plumbave të gomës, me të cilët janë goditur në kokë qytetarët, dhe jo në mënyrë rastësishme, se 3 qytetarë që janë goditur me plumba gome, të 3 kanë goditjet në kokë, pavarësisht gjithçka e qytetarët qëndruan. Dhe ja ku po fillojnë të dalin sukseset e para, por kjo protestë nuk do ndaloj kur, sepse po largon një kriminal si Proda për sjell një kriminal si Bishga. Sepse kjo protestë mund të ndalojë vetëm kur ne godasim sistemin që do të shpëtonte qytetarët shqiptar. Ai sistem goditet vetëm kur largohet Edi Rama. Ka informacione se diplomatike që shumë prej socialistëve, ministrave u flasin tuajve që po përmbushim disi kërkesën e opozitës për qeveri teknike me ndryshimet e fundit. E bindin këto opozitën, Balliu? Jo, qeverinë teknike s'mund ta bëj. Pra kemi hequr këtë, kemi vendosur këtë, kemi vendosur një teknik. Jo, ekziston kjo realisht. Po jo, këto jo ignorant ka sa duash në PS, s'kam çaj bëj unë në atë aspekt. Po flasim qeverinë teknike s'mund ta bëj PS, apo s'mund ta bëj as PD-ja. Qeveria teknike apo qeveria tranzitore, besimi jonë është që do duhet bërë një tavolinë të përbashkët, por një tavolinë që udhëhiqet nga aleatët tanë, që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara apo nga Bashkimi Evropian të tjerë, të cilët të na ndihmojnë për të formuar një qeveri që të ketë fuqinë, mundësinë dhe pushtetin e nevojshëm për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme. Këtë kërkon Partia